Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka e rëndë. Është gjetur një dokument në italisht për plisin e arbreshëve, ku thuhet tekstualisht Berretto bianco di Albanesi. Por nuk thuhet fjala plis. Fjala origjinale është qeleshe. Në dokumentat në Wikipedia për fjalën qeleshe është shpjeguar nga shqiptarët pëllazg që vjen nga fjala kalesh. Shumë bukur. Ne jemi me lesh, kalesh, jemi leshator, leshjan me lesh të bardh alban. Por e vërteta është që fjala qeleshe vjen nga turqishtja kelesh. I thonë qeleshes dhe është fjalë turke. Qeleshja që kemi ne është turke. Është marrë nga Prygasit në Azinë e Vogël, kur Turqia u fut në Azinë e Vogël dhe e morën ata nga Prygasit, qeleshen. Është e bardhë si qeleshja jonë, por ne kemi marrë këtë qeleshe nga osmanët. Merrni frymë thellë. Arbreshët nuk kanë fjalë tjetër për qeleshen, nuk i thonë plis. Edhe shqiptarët e Ukrainës nuk e kanë fjalën plis, nuk ekziston. Madje nuk e kanë as fjalën qeleshe. Merrni frymë thellë. Dokumentat për arbreshët tregojnë që ata e kanë marrë fjalën qeleshe nga turqit kur u hynë ata në shekullin e 15 në Greqi. Arvanitasit nuk e kanë fjalën qeleshe, plis, por kanë fjalën turke. Madje k-ja është bërë q në influencën e gjuhëve slave. Në ilirisht nuk ka patur tingull q, ekziston vetëm në gjuhët slave të folura në Çeki, Poloni, Slovaki. As serbët nuk e kanë këtë tingull. Në serbisht është ç. Çmenduri. Ne shqiptojmë fjalën kelesh të turqishtes sipas gjuhëve slave të folura në Europën qendrore, qeleshe. Kjo është fjala arvanitase dhe fjala arbreshëve, qeleshe. Berretto bianco di Albanesi. Fjala plis që ekziston në gjuhën shqipe nuk njihet nga arbreshët, nuk ekziston, plisi. Fjala plis është futur nga kombi kocaçi. Cili është kombi kocaçi? Janë rilindas që vendosën që ne jemi pëllazg, duke parë skulpturat me figurën e Odiseas me plis në kokë. Dhe e marrin këtë fjalë nga latinishtja pilus, që ka marrë nga greqishtja e lashtë pilos. Rilindasit tanë e kanë futur këtë fjalë nga latinishtja. Pilus e kanë bërë plis. Unë duke mos e ditur fare këtë, e kam futur fjalën plis në fjalorin e gjuhëve indo-europiane pranë fjalës helene pilos, që thonë plisit. Turbalbanët thonë jo, kjo është fjalë origjinale e shqipes. Janë gënjur dhe autorë të tjerë të fjalorit indo-europian e kanë pranuar propozimin tim. Pra duhet hequr dhe duhet theksuar që është huazim ose nga greqishtja ose nga latinishtja. Pilos greqisht, pilus latinisht. Ka kuptimin flok, të thurur, lesh, bagtish. Pra këtë fjalë, rilindasit tanë e marrin nga latinishtja në një përkthim të Odiseas. Atje ku është fjala pilos, origjinale, e dialektit jonik. Merrni frymë thellë. Populli kocaçi ka krijuar idenë e popullit pëllazg, që në fakt pëllazgët janë grek që kanë banuar në luginën e Thesalis. E pranojnë vetë grekët, ishin një popullsi, një fiz grek, i lashtë. Në Shqipëri nuk është përdorur kur fjala pëllazg, sepse emri plot është Pellazgos dhe jo pëllazg.
shqiptarët i heqin mbaresat greke dhe latine, i shkurtojnë fjalët. Amicus në mik, medicus në mjek, cabalus në kal, shtëpi e bën shtëpi, mëngjes e bën mjes, Konstantini e bën ndini. Kjo është mendja e shqiptarit. Një rokësh, një qelizor, një dy këmbësh i bardhë. Komplet, i pakulturuar, i parsimuar, nuk e ka shkruar gjuhën fare. Gjuha shqipe ka mbjetuar nga marrëzia e shqiptarëve. Gjuha shqipe, fjalët e trashëguara të shqipes, kanë mbjetuar sepse ne ishim një popull analfabet, nuk arritëm të helenizoheshim plotësisht. Kjo është arsye që kemi mbjetuar, nga që jemi kafsh, nuk qytetërohemi, fatmirësisht. Pra pjesa e kafshës në trurin ton ka kontrolluar dhe pjesën njerëzore, ballore, dhe nuk arritën të futen fjalët greke aty, fatmirësisht. Këtë fjalë greke, pilos, e kanë futur rilindasit tanë, të dashur Pellazg. O Pellazg! O plisi! Nga pilos! Që nuk ekziston fare në asnjë dokument të lashtë, në asnjë nga dialektet shqiptare të lashta. Por ekziston fjala qeleshe në gjuhën arbëreshe, dhe kjo është qeleshja që kanë sjellur turqit. Nuk është qeleshja e lashtë që ka patur Odisea në kokë. Gjëja më të mërshme është se qeveria shqiptare ka aplikuar në UNESCO që të pranohet plisi siç u pranua xhubleta si veshje ilire dhe siç u pranuar dhe lahuta. A e dini ju që lahuta në gjuhën shqipe vjen nga arabishtja al-hud. Al-hud, pjesa e tratës është quar al në arabisht dhe hud i thon instrument prej druri. Al-hudi. Lahudi, shqiptar. Eposi kreshnikëve është eposi i bosnjakëve. Kreshnik do thot mbrojtës i kufirit në serbisht. Këtu ke eposin kreshnik, serbo-bosnjak. Këtu ke Alhudin arab, dhe ti Pellazgu i bie lahutas, vë në kokë plisin e Odiseas, që është qeleshe në gjuhën arbëreshe, dhe e merr fjalën plis nga Odisea, nga fjala pilos dhe e vendos, dhe bëhesh Pellazg. Pra kështjella jon është kështjellë prej rëre, e paqëndrueshme. Marrin fjalë nga serbishtja, maqedonishtja, latinishtja, greqishtja, dhe kemi ngritur kështjellën pellazgjike të dashur shqiptar, dhe do bëhemi gazi botës. Pra unë do ta heq më njëherë këtë fjalë nga fjalori i gjuhëve indo-europiane, është një huazim i vonë nga latinishtja, që latinishtja ka marrë nga greqishtja, pilos në pilus. Do të thot lesh, flok të baktis që bëhen në një qeleshe. Kjo është fjala jonë. Ne nuk e kemi fjalën plis. Në qoftë se e kemi, më thoni ku është, në cilën zonë, cili është përdorimi më i lashtë, dhe ku është përdorur në cilët autor, sepse ka asnjë nga autorët e vjetër të gjuhës shqipe fjalën plis. E kanë futur rilindasit në shekullin e 18. Rilindasit tanë, populli kocaqi. Dhe qeleshën e nxjerrin nga fjala kalesh. Po i dashur shqiptari, ti ke lesh, je një qenie me lesh, por me lesh të zi dhe jo të bardhë, i dashur shqiptari. Ju faleminderit në filma të tjerë shkencor dhe vazhdoni në UNESCO të lini kokrën e namit me xhubletën dhe me qeleshën që e quani me fjalën latine pilus, nga greqishtja pilos në plis. Mirupafshim.